lejoni që në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes natyrisht të jap qëndrimin mbi seancën e fundit, e cila u ndërpre. Natyrisht në këtë seancë ne kishim thirrur deputetët në përputhje me rregulloren e Kuvendit të Punës mbi bazën e pranimit të dekreteve të amendamenteve nga ana e Presidentit të Republikës në lidhje me ndryshimet kushtetuese për sa i përket zgjedhjes së presidentit apo të Presidentes së Republikës nëpërmjet të mënyrës së zgjedhjes së drejtë respektivisht nga ana e popullit. Ne kemi pranuar amendamentet nga Presidenti i Republikës dhe në kohë rekorde kemi vepruar edhe si Komision për Legjislacion e pastaj edhe kemi thirrur seancën për të shqyrtuar dhe për të miratuar ato, por ju e pat natyrisht që mungoi vullneti për të mbështetur nëpërmjet zërave të ndryshëm të kundërshtimit të tyre. Ato nuk ishin amendamente të qeverisë, nuk ishin amendamente të grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes dhe nuk ishin natyrisht amendamente të deputetëve tonë. Ishin thjesht amendamente të Presidentes së Republikës. Në anën tjetër, opozita, partitë politike opozitare dhe deputetët e tyre nuk e kanë qartë se çfarë po duan në fakt. Ata nuk kanë bërë asnjë propozim për President të Republikës, nuk i kanë dhënë nënshkrimet për asnjë kandidat, nuk kanë pranuar asnjë kandidat konsensual, ndërkohë që edhe sonte kundërshtojnë amendamentet kushtetuese për të mundësuar zgjedhjen e presidentit apo të presidentes nëpërmjet të vullnetit të drejtë për drejtë të qytetarëve. Prandaj shumë e rëndësishme që opozita me qartësi çfarë po kërkon. Domethënë nuk ka asnjë pozicion të qartë në shërbim të interesit të publik të qytetarëve dhe të shtetit të Kosovës. Prandaj ju falenderoj shumë për sjelljen e kësaj seance dhe të diskutimeve. Në seancën e orës 3 është taktuar, sepse nga opinioni sa është, duhet edhe një. Kush është i dyti? Deri më tani nuk kemi asnjë informacion për kandidatin apo kandidatën e dytë. Ne kemi një kandidat i cili ka plotësuar kushtet dhe kriteret procedurale dhe kushtetuese, që është mbështetur nga 30 nënshkrime, por natyrisht procedura nuk mund të filloj pa pasur së paku 2 kandidat, kështu e thotë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Unë personalisht e kam nënshkruar kandidaturën e zotit Kënjufca, por ne kemi thënë vazhdimisht dhe kemi ftuar vazhdimisht deputetët e opozitës për të propozuar kandidatin e dytë dhe për të bërë pjesë e procesit të zgjedhjes së presidentit apo të presidentes së Republikës. Kemi shprehur gatishmëri për të dhënë nënshkrimet për kandidatura që ata mund të kenë, si për LDK-n, si për PDK-n, për të përmbushur kriterin minimal prej 30 nënshkrimeve. Sepse ne pa dyshim, e vërtet, ne i kemi deputetët për të nënshkruar. E kemi thënë publikisht, ne po i dhëm kohë dhe rast opozitës për të bërë pjesë e procesit. Por ne të gjithë e dim që Presidenti i Republikës në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, se çfarë mendojnë për aktgjykim të asaj kohe çështje tjetër, kërkohen të paktën 80 deputet që të marrin pjesë në procesin e votimit. Duhet kemi 80 të vota në kuti. Prandaj, ne i kemi dhënë mundësi, kohë, nënshkrime opozitës për të bërë propozime, për të bërë pjesë e procesit dhe për të zgjedhur presidentin apo presidentin e Republikës dhe për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pra le dalin le të thonë publikisht që ata nuk e dinë se çfarë po duan. Nuk bëjnë propozime, nuk japin nënshkrime, nuk pranojnë kandidat konsensual dhe në fund edhe nuk i përkrajnë amendamentet kushtetuese për zgjedhjen drejt për drejt të presidentit apo të presidentit. Seanca edhe mund të thirret për në shërbim edhe në funksion të gjetjes së zgjidhjes. Në fund të fundit deputetët mund të japin nënshkrime edhe gjatë seancës. As më tepër në këto rrethona e të kohës së shkurtër deri në orën 12 deri në mesnatë për të zgjedhur presidentin apo presidenten. Në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese nuk mund të fillojë procedura me një kandidat. Duhen së paku 2 kandidatë. Por nuk është çështja e përmbushjes formale të procedurës. Ne kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë. Ne duam ta bëjmë pjesë reale opozitën të këtij procesi zgjedhor, të zgjedhjes së presidentit në frym të kushtetutës, në frym të aktgjykimit dhe për të shmangur zgjedhje të parakohshme. Por opozita vazhdon të barikadohet siç ka bërë fatkeqësisht
edhe gjatë vitit kaluar. Unë nuk mund ta konfirmoj këtë gjë, e marrim vesh shumë shpejt, por po e përsëris. Ne kemi dhënë edhe kohë, edhe nënshkrime, edhe gatishmëri, edhe dialoge, diskutime opozitës, dy partive më të mëdha opozitare për të zgjedhur presidentin apo presidentin e Republikës. Le të punojmë edhe në këto pak orë që kanë mbetur e le të shpresojmë që vendit i japim një president brenda afatit të përcaktuar, siç e thot kushtetuta, paragrafi 2-1-86. Zgjedhjet nuk mund të shpallën nesër, domethënë ky është interpretim i paqenë, i pabazuar kushtetues, por ky është debat tjetër që mund ta bëjmë nga nesër e tutje. Ne sonte po punojmë, po angazhohemi e po i ftojmë deputetët e opozitës për të përmbushur përgjegjësinë tonë si deputet dhe për të përmbushur funksionin që ka Kuvendi i Kosovës për të zgjedhur presidentin e Republikës dhe për të shmangur zgjedhjet e parakohshme. Dhe mbetet opozitës natyrisht të sillet në përgjegjësinë e deputetëve në interes të përgjithshëm dhe siç e thot, apo siç e ka thënë disa herë gjykata kushtetuese, në interesin më të mirë të Republikës së qytetarëve për të dhënë institucione kushtetuese dhe funksionale natyrisht. Nuk mund ta konfirmoj, ato e marrin vesh. Unë i ftoj deputetët e opozitës për të bërë pjesë të procesit, për të bërë propozime. Nuk është të thënë që të kemi vetëm 2 kandidatë. 2 duhet të jenë minimalisht. Mund të kemi 3-4 kandidatë. Prandaj unë e ftoj opozitën, deputetët e tyre që në këto kohë që kanë mbetur të bëjnë propozimet e tyre për president. Si e shohin ata presidentin e Republikës? Unë sinqerisht, domethënë, nuk e kam informacionin që është proceduar kandidatura e dytë. Sinqerisht, por ama jemi të gatshëm për të ndihmuar opozitës. Po, jemi të gatshëm për të ndihmuar për asa ka nevojë, por duhet të kenë vullnet. Duhet të kenë vullnet për të bërë zgjedhjen e presidentit apo të presidentes së Republikës.